Në Kërçov është vënë re një problem mjedisor. Lumi i ftohtë, Studenqica, aktualisht po përballet me mungesë drastike të ujit. Sipas raportimeve nga terreni, rreth 3 kilometra të shtratit të lumit janë në parjedhje fare. Ekspertët paralajmërojnë se tharja e lumenjve mund të shkaktojë dëme të pariparueshme për ekosistemet e zonës dhe për furnizimin me ujë të komunitetit. Je napravljen na samиот izvor na rekата Треска. И пропратни уште десетина извори од селото Другово надоле по течението до селото Другово. Некој 7-8 извори, ја што ги знам, ги нема више, затоа што со минирањата во горниот дел на делот кај што се протега автопатот, од силните детонации на минирањето се затворени, блокирани или сериозно оштетени сите овие извори, особено главниот извор на реката Треска во селото Извор. Besmir Elezi, kryetari i shoqatës Hunter Fish dhe koncesioneri i lumenjve në Kërçov, thotë se bota e gjallë e ujrave në këto kushte nuk mbijeton. Ne para 2 javësh 3 si koncesioner që jemi, bëm edhe lishimin e peshkut autokton, të troftës autoktone, që jeton në këta ujra, po ajo e ka shumimin, kohën e shumimit tani, po në këta kushte nuk mund të ketë shumim adekuat. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet lokale dhe shtetërore për të gjetur zgjidhje dhe për të parandaluar që situata të përkeqësohet edhe më shumë, sepse shihet qartë se janë dëmtuar 3 burimet kryesore të lumit Treska, thot Aleksovski. Државата сериозно да свати ова ситуација, да направи сериозни истражувања што се има случено, да се види дали има спас за и некои решенија дополнителни, за да се преусмерат водите. Për këtë situatë janë alarmuar të gjitha institucionet kompetente.